është e papranueshme se në një ambient sportiv, në një stadium të rëndësishëm si Loro Boriçi mungojnë disa element bazik. Sot e vendosëm, është një ndërhyrje e thjeshtë, por absolutisht dinjitoze dhe rëndësishme për këtë stadium të Shkodrës. Sigurisht po vazhdojmë me investimet, kemi shumë kohë që po munduar për ta rikthyer stadiumin në nivelin që duhet. Së fundi po do përfundojmë besoj në 2 javë edhe pjesën e VIP-it me gjithë ndenjëset sipas standardeve duhura. Sigurisht kemi kthyer komplet dhe kemi pastruar gjithë ndenjëset si kanë qenë pothuajse jashtë standardit. Fushën, gjithë ambientet e brendshme të stadiumit jemi përkujdesur për t'i pasur në nivelin e duhur. Ndërmarrja e aseteve të bashkisë dhe gjithkohës përpiqet që ta kthejë stadiumin në standardin që meriton. Jam i sigurt se me këtë performancë që ka pas, me këtë ekip, me këtë vullnet, me këtë dëshirë, me atë trajner të mrekullueshëm, do të thoja që po lufton jashtëzakonisht shumë, jemi krenar, edhe uroj shumë që ne të jemi këtë vit kampion pas shumë viteve që mezi e presim.